Juela Nikolli, banorja e Big Brother VIP 5 që la shtëpinë mbrëmjen e dieshme, e ftuar sot në Shqipëria Live, komentoi të gjithë rrugëtimin e saj brenda shtëpisë më të madhe në Shqipëri. Juela shprehu se ndryshimi i saj nga një vajzë e brish në një lojtare agresive erdhi në mënyrë natyrale pas hyrjes së Rogertit, duke qenë se edhe loja u bë më agresive. Për incidentin e saj me Gretën, ajo tha se veprimi i kësaj të fundit ishte i papranueshëm dhe shtoi se i erdhi mirë që vëllai i madh vendosi ta përjashtonte banoren. Kisha nevojë të pushoja, fola me miqt dhe familjen. Familja ime ishte e lumtur, mamaja dhe babai u zhgënjën pak sepse nuk arrita dot finale. Aty brenda jam munduar ta ndaj lojën nga njeriu, gjestet që bën ata kur dola nuk më duken të hijshme, megjithse ka qenë e ditur tashmë se çfarë qëndrimesh ka patur Selin ndaj meje në atë shtëpi. Ortakëria ime me Rogertin erdhi shumë rrjedhshëm. Nuk besoj që më ngeli Rogerti. Në javët e para isha në comfort zone, po i jepja vetes kohë të ambientohesha me formatin. Kur erdhi Rogerti, erdhi një pikë e lojës që u bë më e ashpër dhe unë i kam thënë atij gjithmonë që nuk i mbështes shumë nga gjërat që ka bërë ai. E gjeta të përbashkët dëshirën për lojën, pra fakti që ne nuk kishim frikë të gjykoheshim. Fakti që u bëra antagoniste e lojës së Selin më bëri akoma më të fortë. Unë kam hyrë vetëm dhe dola vetëm. Isha një banore që nuk bëri kompromise, mund të kisha përdorur Senon apo Stenaldon, nuk ka qenë synimi im dhe nuk e bëra, u shpreh Juela. Së fundmi ish banorja komentoi edhe incidentin që ndodhi me saj dhe Gretës, ku kjo e fundit e përshtyu. Veprimi i Gretës ndaj meje ishte i patolerueshme, më erdhi mirë që mori atë vendim vëllai i madh për të. Më vjen keq që shkoj aty ku shkoi situata sepse do mbahet mend për këtë gjë në këtë edicion, tha ish banorja.